Përshëndetje shikues të televizionit të Prizrenit, në fillim ju informoj me ngjarjet e ditës së sotme. Në fshatin Medvec, vetëm gjatë një viti janë investuar 4.2 milion euro nga institucione të ndryshme. Gjenerata e vitit 1974-75 të gjimnazit të Prizrenit festuan gjysmë shekullit të përfundimit të maturës. Umbajt koncerti mrekullueshëm në kuadër të shënimit të 147 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Hajde, ditët me fat mbëritën! Për më shumë momente, hajde në Neptun! LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 349 euro. Rroba luarse Beko 9 kg 1400 rrotullime me super çmim 279 euro. Kondicioner Fuego inverter 12000 BTU A+++ për vetëm 279 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 49%. Nga 12 deri më 15 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë. Fshati Medvec i Prizrenit është ndër lokalitetet ku janë realizuar shumë projekte në shërbim të përmirësimit të jetesës së banorëve të këtij lokaliteti, ku përgjatë një viti janë investuar në projekte të ndryshme infrastrukturore dhe shumë të tjera, të cilat kapin shumën 4.2 milion euro nga institucionet lokale, shtetërore, ato private si dhe publike. Në kuadër të përmirësimit të kushteve të jetesës dhe infrastrukturës bazë në fshatin Medvec të komunës së Prizrenit, janë realizuar që nga qershori i vitit të kaluar e deri më tani, investime të shumta nga institucione të ndryshme, ku disa prej tyre janë në proces. Investimet e bëra do të kenë ndikim në jetesën e qytetarëve të këtij lokaliteti, thot kryetari i fshatit Medvec, Qemal Krasniqi, dhe njofton se janë realizuar investime në rrjetin e ujësjellësit dhe në largimin e kablove të tensionit të lartë të energjisë elektrike, ku sipas tij kanë qenë të nevojshme për banorët e këtij lokaliteti. Po, në lokalitetin tonë Medvec, që nga pas lufta e bë investime të mëdha, mirë po konkretisht që nga viti i kalum, qershor 2024, qershor 2025, në lokalitetin tonë janë investuar kogja disa projekte që janë të jashtëzakonshme dhe shumë domethënëse për lokalitetin tonë. Cilat të më detajisht? Dy projekte, në infrastrukturë, dy projekte që janë shumë me rëndësi është uji pijes nga hidrosistemi Radoniq, domethënë nga Lugagjini, ish Radoniqi, që nga viti 2009 si antari Kuvendit të asaj kohe, Kuvendit komunal në Prizren, kam bërë kërkesa të vazhdueshme, mirë po tani erdhi koha që ky projekt të realizohet. Pra për fshatin Medvec, Zojës dhe një pjesë e fshatit Piran. Po, projekti tjetër është largimi i kablove të tensionit të lartë të rrymës, kanë qenë mbi pollaze, do të thotë mbi shtëpit në Medvec dhe Zojës. Është i vetmi projekt në region të Prizrenit i cili është realizuar, do të thotë është largu dhe është vendosur për gjatë rrugës kryesore në tokë. Edhe ky projekt është investuar nga Ministria dhe Keci. Bashkarisht e kanë realizuar, por është shumë domethënës dhe shumë i mirë për qytetarët e fshatit tonë dhe fshatit Zojës. Kryetari Krasniqi njoftoi gjithashtu se janë bërë investime në asfaltimin e rrugëve në brëndi të fshatit, hapjen dhe zgjerimin e rrugëve lidhëse për akses më të lehtë drejt qendrave urbane. Janë realizuar gati të gjithë segmentet e rrugëve lokale, rrugë shoqërore, por dhe rrugë private, që nga pas lufta e deri tani. Ka mbetur një pjesë e vogël, pa u realizuar. Mirë pa ajo çka është shumë e rëndësishme është realizimi i projektit të ndërtimit të rrugës Medvec-Majs dhe Medvec-Mamush, rrugë alternative, që do të bëhen me asfalt, faza parë ka përfunduar, këto po bëhen nga Kuvendi Komunal i Prizrenit. Nejat Krasniqi, banori i fshatit Medvec, u shpreh tejet i kënaqur me punimet të cilat janë bërë në fshatin e tyre, si dhe vlerësoi lart punën e kryetarit Krasniqi. Sa jeni të kënaqur me këto investime që janë bërë në fshatin Medvec vitin e fundit?
shumë. Shumë tepër shumë. Sa kanë qenë të nevojshme këto investime të bëhen? Krejt sa kanë qenë të nevojshme jenë bo. Ujë, rryma, kanalizimi, krejt këto jenë bo. Shumë zdi që të sanë shka duhet me bo. Ndryshe, shuma e këtyre investimeve kap vlerën 4.2 milion eurove, të cilat janë bërë nga institucione të ndryshme, nga Komuna e Prizrenit, Qeveria e Kosovës, KECI si dhe nga hidrosistemi i Radoniqit. Gjenerata e vitit 1974-1975 të gjimnazit të Prizrenit kanë festuar jubileu në artë si që kanë quajtur ata gjysmë shekulli të përfundimit të maturës. Gjenerata e vitit 1974-75 të gjimnazit në Prizren ishte e fundit që kishte qenë pjesë e shkollës së dikurshme normale të Prizrenit, nga e cila kanë dalur kuadrë të ndryshme profesionale. Ata kanë kremtuar një jubilej të veçantë 50 vite të maturës. Me lihatet e Eci Berisha dhe Etem Doda thanë se ndjen të lumtur që shënojnë një ngjarje të veçantë të jetës së tyre dhe se po takojnë edhe shokë e shoqe me të cilët nuk janë parë përgjatë këtij gjysmë shekulli. Mas pari më vjen shumë mirë që arritëm këtë ditë për me festu 50 vjetorin e maturës, që kemi qenë si gjenerata fundit, që kemi kry me sukses gjithë. Dëshiroj gjithat mirat, kujtime shumë të mira, si nga ana shoqërisë, ashtu edhe nga ana me profesora kemi qenë shumë të kënaqur. Mu më vjen keq tash mu shpreh, po arsimi si ka qenë, për shembull na si normalista, tash na kemi punu edhe me nxënës, edhe kemi pas punë me praktikante, për shembull atin që kanë kry këto shkollat pas neve, po më vjen keq, por nuk është sikur që kemi qenë na. Jemi shumë të lumtur që jemi taku mas 50 vjetë me disa, kurse me disa tjere kemi përsërit çdo 10 vjet, 20 vjet, kemi pas takime kësaj lloji, po sot është e veçantë. Sa vit jubilar 50 vjetor. Na jemi shumë të kënaqur që vërtet këshilli organizativ aty jamone e kemi arrit këta me të buë gjeneratën tonë mas 50 vitesh. Profesorët të nderuar, profesorin Imri Badalla, Ramadan Muja dhe Nerime Pasuli. Këto janë që na kanë dhënë edukat. Haxhi Ferati është profesor i pazaventueshëm. Kështu që kisha me përshëndet të gjithë edhe kisha me uru shëndet, inshallah edhe 60 vjetorin e festojmë së bashku kështu. Kujtime për plot momente të mira me këtë gjenerat kishin edhe profesorët e tyre, Imri Badalla, Ramadan Muja dhe Haxhi Ferati. E kanë mbushur gjysmë shekulli ditën e sotme. Kështu që janë mbledhur dhe dojnë ta përkujtojnë, ta festojnë këtë ditë, sepse gjysmë shekulli nuk është pak. Shkolla normale ka qenë universitet dhe jo shkollë normale, sepse ka pas gjenerata shumë të forta dhe sot e kësaj dite ato gjenerata kanë dhënë një kontribut të madh anë kënd Kosovës dhe jashtë Kosovës. Prandaj më vjen mirë që janë mbledhur këta këtu dhe edhe takohen me gjithse një numër i tyre dhe nuk jetojnë, një numër i tyre ka dalë në botën e jashtme, por ata që janë brenda Kosovës janë mbledhur dhe ta përkujtojnë gjysmë shekullin e tyre që kanë kryer shkollën normale dhe kanë punuar në arsim. Sa e bën të lumtur që shihni? Shiko, unë kam përcjell shumë gjenerata, sepse kam punuar këtu që nga viti 1971 deri në 75, i kam përcjell. Dhe për mua është mjaft interesant se ende sot janë vital, ende sot disa prej tyre punojnë, nëse e kanë mbushur shekullin e punës në arsim, punojnë punë të tjera, ndihmojnë familjet dhe më vjen mirë që e kujtojnë këtë përvjetor sepse gjysmë shekulli nuk është pak. Të krenoheni për punën që e keni treguar për arsimimin dhe edukimin e gjeneratave të reja në vise të ndryshme, se unë e lexova librin e pash që jeni të viseve të ndryshme. Edhe kjo e ka domethënien e vet, rëndësinë e vet. Domethënë shkolla normale e Prizrenit ka dhënë kuadra shumë të afta. Unë e kam thënë atëherë edhe sot po e them përsëri
ja ka kaluar normalës Elbasanit, sepse vetmja shkollë e mesme në qytetin e lashtë Prizrenit, e cila e ka pas kuadrin e kualifikuar. Atër psikolog me shirje, me pish, me lyps, s'ke mujt me gjithë, na këmi pas. Është një krenari, një gëzim i madh, edhe t'ju thëmë drejtën e ndërpreva pushimin për me arë me taku me këtë gjenerat. Kjo është gjenerata e fundit e normaliste. Unë kom pas fatin që vitin 73, 74, unë praktikisht i kom thënë këty në mësim, një gjysmë vjetori pas këthimit nga shërbimi ushtarak. Se i rregullt kom qenë në gjimnaz. Kom qenë ligjerues i lëndës fizikës edhe mbrojtjes. Këtu kom dhënë fizikë dhe kimi. Por përshtypjet mira të paharrueshme kanë ngelpi këtu, mbresat më kom, kujtimet mira kom. Pas simulimit të orës së mësimit, pjesëmarrësit të shënimit të jubileut të 50 të maturës, ditën që u takuan, qëndruan shumë gjatë bashk dhe në ndarje i uruan njëri tjetrit që të gëzojnë shëndet me dëshirën që të ritakohen në vitet që pasojnë. Mbrëm në kuadër të kremtimit të 147 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, është mbajtur një koncert nga Orkestra Harqeve dhe Solistët e Qendrës së Artit dhe Kulturës nga Elbasani, ndërsa mysafir special i mbrëmjes ishte tenori i njohur Kastriot Tusha. Me rastin e përvjetorit të 147 të lidhjes shqiptare të Prizrenit, mbrëm në Shtëpinë e Kulturës Gjemali Berisha është organizuar një koncert madhështor nga Orkestra Harqeve dhe Solistët e Qendrës së Artit dhe Kulturës nga Elbasani, ndërsa mysafir special i mbrëmjes ishte tenori i njohur Kastriot Tusha. Para fillimit të koncertit, kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj, para të pranishmëve të shumt, tha se madhështinë e kremtës së një ndër ngjarjeve më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare e bën më të veçantë ky program artistik në qytetin e lidhjes nga këto trupa të mirënjohura artistike, të kulturës dhe tenori shqiptar i përmasave botërore Kastriot Tusha. Ky është, kisha me thënë, momenti kulminant ku në një atmosferë artistike, duke ju falenderuar Shoqërisë Kulturore Artistike Agimi, kemi mysafirt nga Elbasani dhe do t'jemi dëshmitar sigurisht të një performancë në nivel të lartë. Ju dëshiroj që të kënaqeni sonte me vlerat tona edhe të vazhdojmë këtu së bashku të festojmë edhe për vjetore tjera. Ju falenderoj që jeni prezent sot këtu, po sigurisht që ju falenderoj mysafirët tonë që kanë nda kohën të jenë sonte me ne. Paraqitja deri në perfeksion e artistëve të pranishëm në këtë koncert ka bërë që audienca të përjetoj kënaqësinë që ofron muzika klasike, duke i dhënë duartrokitje dhe ovacione të shumta protagonistëve të këtij koncerti. Duartrokitje të jashtëzakonshme për orkestrën, të cilët E shikues të nderuar, tani ju njoftojmë me lajmët nga rajoni dhe bota. Ka dështuar për të 30-ën herë konstituimi i Kuvendit të Kosovës në mungesë të kuorumit për themelimin e komisionit zgjedhor që do të mundsonte votimin e fshehtë për kryetarët e Kuvendit. Kryesuesi i Kuvendit Avni Dehari tha se në mungesë të kuorumit për themelimin e komisionit ndërpritet seanca. 52 deputet kanë votuar pro, kundër nuk ka asnjë, abstenim nuk ka asnjë, nuk kemi kuorum, atëherë ndërpritet seanca, tha ai. Seanca e radhës do të mbahet me 13 qershor në orën 11. Ndryshe, sot seanca nisi me 1 minutë heshtje në ndërim të ish-kryeministrit të Kosovës në ekzil Bujar Bukushi, i cili ndërroi jetë të martën me 10 qershor. I përjetshëm qoftë kujtimi për jetën dhe veprën e doktor Bujar Bukushit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti është kritikuar sot për mungesë të reagimit lidhur me arrestimin e ish-policit të Kosovës Alnor Spahiu, i cili ditë më parë u ndalua në Serbi. Kurti në një postim në Facebook ka shkruar se sjellja jo normale e Serbisë ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës
nuk duhet dhe nuk do të pranojmë të normalizohet. Prej momentit të arrestimit të shtetasit ton Arnor Fatmir Spahiu, nga autoritetet serbe në pikën kufitare Hungari-Serbi, institucionet tona janë angazhuar maksimalisht që ai të lirohet sa më parë. Sjellja jo normale e Serbisë ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës nuk duhet dhe nuk do të pranojmë të normalizohet, ka shkruar kryeministri në detyrë Kurti. Kosova ka shprehur gatishmërinë për të bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me pranimin dhe zhvendosjen e përkohshme të shtetasve të vendeve të treta në Kosovë. Këtë për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i qeverisë në detyrë për parim kryesiu, në përgjigje të kërkesës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me pranimin dhe zhvendosjen e përkohshme të shtetasve të vendeve të treta. Ne kemi shprehur gatishmërinë tonë për të bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara në trajtimin e kësaj çështje në përputhje me kushtet e përcaktuara, ka thënë kryesiu. E lidhur me këtë gatishmëri të qeverisë në detyrë, ambasada e SBA-s në Kosovë ka thënë se e mirëpresin këtë bashkëpunim. Jemi mirënjohës ndaj partnerës sonë Kosovës për pranimin e shtetasve të vendeve të treta të larguar nga Shtetet e Bashkuara dhe për lehtësimin e kthimit të sigurt të këtyre të huajve në vendet e tyre të origjinës. Ne mirëpresim bashkëpunimin e këtë përparësi kyçe të administratës Trump, ka thënë për Telegrafin një zëdhënës i ambasadës. Në fshatin Medvec, vetëm gjatë një viti janë investuar 4.2 milion euro nga institucione të ndryshme. Gjenerata e vitit 1974-75 të gjimnazit të Prizrenit festuan gjysmë shekullit të përfundimit të maturës. Pajt koncerti mrekullueshëm në kuadër të shënimit të 147 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. E shikues të nderuar, tani e përfundojmë këtë edicion informativ nga unë Natën e Mirë.